emër tjetër që nga shoqëria civile, ose kështu eventualisht. Këto veç Adan Albin Kurti, se kjo temë mshelet. Kuptoni këtë sen. Se Albin Kurti s'po don, këta tjerë po dojnë. Se ka për gut, kuptoni një sen se nuk pi gutet edhe nuk përdon me bo. Kjo e provon, nëse dënë mrenda natë e zgjidh këtë kitim. Mrenda natë Albin Kurti. Edhe është temë që mshelet. Tash kur folëm të Ardian Gjini, unë e kuptoj që në raste, do më thënë, në një proces normal, një vend normal, një politik normal do të më përgjigj fituesit zgjedhjeve. Po tash ato e pas parasysh praktikën edhe sjelljen e Albin Kurtit, tash të shpesh ose në situata të caktuara do të më përgjigj ashtu. Tash efekti, pasojat politika e tjetër temë është elektorale. Po, Albin Kurti nuk ka vullnet. Ky një herë ka alun këtë lojën e tij të shantazhit, kështu kushtimisht po them, që dorëzohen partitë opozitare. Ai pedin që nuk ka alternativë. Ai pedin shumë mirë që në situatën më të keqe, ai nuk bën në 4-3% hiç. Domethënë, pa i dhënë zër Albin Kurtis, kur ta çon zgjedhje, pa u kon dhjetori, 40% i merr. Domethënë, nuk ka skena politike nuk ka kundërpesh. Domethënë, e kem Albin Kurtin edhe këta tjerë janë shumë të vegjël edhe nuk janë alternativë Albin Kurtit aktualisht. Edhe të u thirr, të u ditë këto fakte, këto indikacione, këto zoti Kurti, pra kë i pret derisa këta dorëzohen. Edhe thot kemi ku atë kujtohet edhe na çto që një 2 vjetim të i fol. Si gutet aty, kushtojm Sadiku. Domethënë ai ka dale pret aty apo dorëzohen ta. LDK e ka punë të llug. Ky halo ka mi ushti fitilin sa të mundet, se kë peshkimin e votave mas ndaj ka në LDK. Edhe